Ka qenë shumë e vështirë kur flisje me njerëzit këtu, je i çmendur që je kthyer nga Amerika, po ju betojmë që kam punuar 18-19 orë me 2 puna. Dhe Kryeministri Edi Rama këtë të orë zhvilloi takimin në Sarandë me sipërmarrësit të cilët kishin vendosur që të riktheheshin në Shqipëri dhe të investonin në vendin e tyre. Madje një prej sipërmarrësve të pranishëm në këtë takim, i cili kishte lënë Amerikën pas 17 vitesh për vendin e tij të lindjes, i ftoi shqiptarët që të rikthehen në atdheun e tyre. Sipas asaj që Romeo Dauti tha, në Amerikë punonte me orë të gjata dhe jeta ishte vetëm punë dhe shtëpi, ndërsa këtu në Shqipëri ai pohoi se përpos punës ka mundësi që të jetojë, të shijojë një kafe, madje dhe të shkojë me pushime 10-15 herë në vit. Unë jam Romeo Dauti, kam jetuar 17 vjet në Amerikë, pjesa më e bukur e jetës time dhe jam kthyer para 10 vitesh, merrem me imobiliare dhe me ndërtim. Ka qenë shumë e vështirë kur flisja me njerëzit këtu. Je i çmendur që e kthyer nga Amerika, më thoshin, por ju betohem që kam punuar 18-19 orë në ditë. Po të punosh në Shqipëri aq orë mund të marrësh shumë herë më shumë. Amerika është një fabrikë pune, punë shtëpi, nuk e kuptojnë njerëzit. Këtu pin kafe, bëjnë jetën siç ja do shefi dhe ikin 10-15 herë në vit me pushime. Këtu është një Amerikë e vërtet. Amerikën e gjeta këtu. I bëj thirrje njerëzve të kthehen sepse këtu ka shumë opsione, shumë mënyra për të bërë sukses, tha ai. Përshëndetje zoti kryeminist, përshëndetje të gjithëve. Quhem Romeo Dauti. Kam jetuar 17 vjet në Amerikë, jo pak, pjesa më e bukur e jetës aty. Dhe jam kthyer para 10 vjetëve, merrem me imobiliare dhe me ndërtim njëkohësisht. Ka qenë shumë e vështirë kur flisje me njerëzit këtu, je i çmendur që je kthyer nga Amerika, po ju betojmë që kam punuar 18-19 orë me 2 puna. Dhe po ti punosh ato sot këtu në Shqipëri, mund të marrësh shumë herë më shumë se si në Gjermani dhe këto vendet. Amerika njëri është një fabrikë pune që shkon punë shtëpi, nuk e kuptojnë njerëzit. Këtu pim kafen, bëjmë jetën si na do qefi dhe iki 10-15 herë në vit me pushime. Ikim nga hera me pushime dhe e njëjta gjë që tha djali, gjithë paraforcit thanë gjërat më të sakta. Këtu është vërtet një Amerikë e vërtet. Amerikën e gjeta këtu. Shkova në ëndrrën time në Amerikë dhe e gjeta këtu. I bëj thirrje vërtet shumë njerëzve që të kthehen, sepse këtu ka shumë opsione, shumë mënyra për të bërë sukses. Tani për sa i përket ne kemi një takim të parë me turistët, duke parë që punojmë me turista, me të ardhur nga jashtë. Ne kemi kontaktin e parë, promovojmë Shqipërinë me panaire. Ortaku tim është nga Polonia dhe ka jetuar në Amerikë. Është ortaku tim ka jetuar në Amerikë dhe është kthyer, ka marrë rezidencën, punon këtu me familje. Ka dhe shumë të tjerë të huaj që kanë ardhur në Sarandë që po punojnë dhe kanë shumë sukses. Tani ka dhe problematika të infrastrukturës për sa i përket në Shqipëri, edhe unë kam folur me Oltin dhe njoh Oltin personalisht. Një nga problemet që besoj që duhet zgjidhur një orë më parë për Sarandën, që themi dhe ato të këqijat, është që duhet të rregulluar uji një orë më parë, të ketë 24 orë ujë, pasi uji derdhet në kanalin e Çukës shumë afër, kemi ujë nga ana tjetër, na ka ndodhur shumë ankesa që shkon lahet tjetri bën dush dhe mbaron. Po s'pate pompa këtu, po s'pate depozita, Saranda është e mbaruar. Dhe është një qytet që shkon mbi 100 e ca mijë turista gjatë verës, kupton? Është diçka që duhet marrë parasysh. Infrastruktura është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të zhvillohen rrugët, të asfaltohen të gjitha lagjet, pasi turistët shkojnë edhe në rrugën e 5, rrugën e 6, ku rrugët janë të papastra apo të pa mbaruara, të themi. Olti besoj ka bërë një punë fantastike në shumë investime në disa rrugë që janë të asfaltuara nëpër lagje. Por ka akoma për të bërë. Ju falenderoj.
Gjithë të mirat. Tani me që përmendë problemin e ujit dhe ai është nuk është problem vetëm në Sarandë, ky është problem pothuajse në gjithë Shqipërinë. Realisht Saranda në planin e furnizimit me ujë ka përmirësime të vazhdueshme gjithë këto vite. Janë disa investime që u bën vjet, janë bërë par vjet, po bëhen tani në Ksamil. Uji 24 orë akoma nuk e kemi mundësinë, por prurjet e ujit këtë sezon do jenë shumë më mirë nga që ishin vjet, sepse fal disa ndryrave që kemi bërë në furnizim me ujë, në shtimin e kapaciteteve dhe investimin e ri që bëm vjet tek le të themi Baba Recep, shpëtoi gjithë kjo pjesa e qytetit të tij, kështu që çdo vit do jemi mirë, por patjetër finalja është uji 24 orë që do kohën e vet. Jemi shpresë plot që do realizohet ajo. Për çështjen e ujit duhet të them që është nga pamja e volumit investimit dhe nga pamja e kompleksitetit vërtet një çështje jo e lehtë, por keni parasysh që kur ne kemi marrë detyrën, kishte vetëm 4 zona urbane Shqipëria që kishin ujë 24 orë, vetëm 4. Uji 24 orë nuk ka pasur asnjëherë në Shqipëri as në kohën përpara. Sot jemi me 43 zona urbane dhe 98 rurale ku kemi ujë 24 orë, por kemi 11 të tjera në kantier dhe janë edhe plus 5 pastaj që duhen filluar investimet. Në Sarandë kemi fokusin për ta realizuar këtë gjë se është domosdoshme, jam shumë dakord. Janë bërë disa investime në vazhdimsi, por të pamjaftueshme, edhe për një arsye tjetër se këtu në ndërkohë që ti rrit furnizimin, rritet edhe kërkesa, domethënë si thua na ka vënë përfund kërkesa në mënyrë të vazhdueshme, është ana sfiduese e një kërkese të rritur, por që jam absolutisht 100% i bindur që ajo që the është shumë thjeshtësisht e nevojshme. Edhe do e kemi në fokus patjetër. Dhe qëllimi është që me mandatin e 4 të mbyllet kjo historia e ujit dhe kemi mundësinë ta mbyllim sepse kemi dhe financimet, kemi edhe projektet, kështu që çfarë ka mbetur do mbyllet. Nga ana tjetër, ajo që the për që Amerika është këtu, në një kuptim është shumë e vërtet për faktin që ka akoma shumë hapësirë të pa sistemuar me rregulla. Pra, në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, këto hapësira do jenë më të sistemuara dhe kjo ka të mirën e vet, po ka edhe këtë pjesën tjetër pastaj që këto fitimet e shpejta bëhen më të vështira. Dhe ajo që tha djali është absolutisht e vërtetë. Në Amerikë akoma sot nuk diskutohet që mund të arrish të fitosh edhe të kursesh. Në Europë, domethënë të jesh një emigrant ose më keq akoma dikush që shkon atje dhe nga që s'ke pasaportë europiane, megjithëse shkon atje pa vizë, s'ke leje qëndrimi dhe duhet kërkosh azil. Edhe dhe pritë azilit, fillosh një punë, edhe të pretendosh që do kursesh, është e pamundur. Është absolutisht e pamundur. Sepse situata në vendet më të zhvilluara të Europës është e tillë që nuk e krijon më këtë mundësi për shkak të kostove të jashtëzakonshme në raport me çfarë fitohet, edhe
Edhe ajo që the, unë e kam dëgjuar eksaktësisht njësoj nga djali që me shumë bujari më bëri shoferin, se u zditi hap makinës, më bëri shoferin në Londër, një shqiptar nga Marsia e Madhe që ka shkuar për shumë vitesh, ka ndërtuar një kompani shërbimi me vetura, kishte 130 veta në punë, gjitha llojet e komsive, edhe më tha sot që unë kam kompaninë, tha, po sot që të mbjetosh këtu si huaj, pa 2 punë në ditë, është harohe. Dhe po të them, tha, të mbjetosh, nuk po të them të jetosh, sepse me 2 punë në ditë, që do shkosh në 6 mëngjesit, se sa të shkosh dhe puna nuk është si këtu, që e ke punën të ana tjetër e rrugës, dhe do kthehesh në 10 të natës, në 11 natës, dhe thjesht do kesh mjaftueshëm që të mbyllësh muajin. Muajin tjetër do të fillosh nga e para, nuk ka shans që të bësh më shumë se kaq. Por jashtu ata që bëjnë punëra shumë specifike, që arrin të shkojnë shumë lart e tjerë, po flasim për ndërkohë që këtu është hap dhe mundësi në rast se i drejtohesh sektorit privat. Dhe më tepër akoma, unë besoj që miniera e pa shfrytzuar këtu është fshati. Kush ka në fshat një tokë, kush ka në fshat një rënoj, në qartë do fshatit Shqipërisë, më i largët i mundshmi, nuk ka rëndësi, por më i largët i mundshmi. Dhe rri andej, në vend që të vi edhe të hapi një derë atje dhe të presi e të përcjell njerëz, do në bën gabim të madh, sipas meje. Ose për saktë i bën llogarit shumë gabim. Sepse duke hapur një derë, sepse ajo që ka Shqipëria që është bekim, është që kudo është e bukur. Dhe në momentin që ti hap një derë sado larg, me këtë turizëm që kemi ne, do gjenden njerëzit që do vinë atje. Dhe njerëzit do vinë atje, do ta sillin atje ty tregun. Ndërkohë që nëse ti mendon si të bësh bujqësi atje, mund të jetë komplet e pamundur. Por ama nëse ti bën turizëm atje, është gjëja jo vetëm e mundur, por gjëja më e bukur që mund të bësh. Dhe prandaj u thash që duke parë dhe çka ka ndodhur përpara në vende të tjera, juve që jeni këtu baza e këtij turizmit urban dhe që keni mundësi të vazhdoni të investoni, përveç investimeve të tjera që mund të imagjinoni këtu në Breg, nëse shkoni futeni në fshat tani, sot, pa pritur që të hymë në BE dhe të vinë shokët e ati pastaj nga Polonia edhe nga Hollanda dhe t'i marrin t'i bëjnë gjërat atje, se pastaj ata janë njësoj si ne, mirë po ata vinë me të tjera forca, sot do bëni një investim që do t'ju shërbej shumë sot dhe nesër nëse e shisni, do jetë shumë më shumë se sa pasqeria. Besoj.